Mbledhja e sotme shënon një moment të rëndësishëm për agjendën e modernizimit financiar të vendit tonë. Unë ndjehemi i kënaqur dhe më vjen shumë mirë që Komisioni i Ekonomisë Akademisë Shkencave e trajton këtë temë, pasi ka një rëndësi të veçantë në zhvillimet strukturore të ekonomisë shqiptare. Diskutimi mbi kalimin drejt një ekonomie pa para fizike nuk është thjesht një çështje e zhvillimit teknologjik, por pasqyron transformimin strukturor që po përjetojmë ne si shoqëri dhe sistemi financiar shqiptar. Ky forum përbën dëshmi të qartë të angazhimit të institucioneve në realizimin e kësaj agjende. Ky forum gjithashtu ofron hapësirën e nevojshme për një vlerësim objektiv të progresit arritur dhe të sfidave që ne duhet adresojmë. Banka e Shqipërisë prej vitesh ka qenë promotore dhe udhëheqëse e reformave në fushën e digitalizimit, të pagesave dhe gjithashtu me qëllim reduktimin e përdorimit paras kesh dhe përfitimeve që rrjedhin nga ky proces. Shqipëria ishte vendi i parë në rajon që transpozoi kuadrin evropian të shërbimeve të pagesave të njohur si PSD2. Kjo paketë rregullatore i hapi rrugën aktorëve të ri fintech për ofrimin e produkteve të pagesave digjitale me kosto më të ulta dhe lehtësisht të përdorshme. Ajo solli në tregun ton një koncept të ri, konceptin e open banking, i cili sot është një realitet për cilin ne renditemi nga vendet e para në rajon që e kemi implementuar. Një tjetër nismë ligjore është dhe hartimi dhe hyrja në fuqi e ligjit për llogarinë bazike të pagesave, ligj i cili synon të zgjerojë përfshirjen financiare. Ky ligj u mundëson qytetarëve që deri dje ishin jashtë sistemit bankar, pra pensionistëve, studentëve dhe përfaqësuesve të shtresave vulnerabël të shoqërisë, të hapin një llogari bankare pa tarifa ose me tarifa të reduktuara dhe gjithashtu të kryejnë dhe pagesa elektronike. Nga ana tjetër ne kemi siguruar ofrimin e infrastrukturave të reja të pagesave, siç ishte upgradimi i sistemit AIPS në euro, i cili ka bërë të mundur shmangjen e radhave të gjata në sportelet e bankave për kryejen e pagesave në euro nga njëra bankë në tjetrën, dhe gjithashtu uljen e komisioneve të larta të aplikuara nga transferimi nëpërmjet bankave korespondente. Sistemet tona kombëtare të pagesave janë tashmë të përditësuara me standardet më të fundit europiane të komunikimit financiar, duke i bërë ato më të përputhshme me sistemet europiane dhe duke lehtësuar në të ardhmen integrimin në këto sisteme pagesash. Për të nxitur përdorimin e instrumenteve elektronike të pagesave, kemi ndërhyrë me masa rregullatore për vendosjen e kufive maksimal në komisionet me të cilat ngarkohen qytetarët, duke bërë edhe diferencime midis pagesave në ark dhe pagesave në distancë ose pagesave elektronike. Kurorëzimi i gjithë iniciativave ligjore dhe infrastrukturore është padyshim antarësimi ynë si Shqipëri në sistemin evropian të pagesave SEPA. Tashmë të gjitha bankat që operojnë në tregun shqiptar dhe gjithashtu një institucion financiar jo bank janë anëtare të SEPA-s. Me të drejtë, kjo arritje është konsideruar historike jo vetëm për Bankën e Shqipërisë, por për të gjithë vendin. Fal SEPA-s, qytetarët dhe bizneset tona kryejnë pagesa ndërkufitare në euro me të njëjtën lehtësi dhe shpejtësi si qytetarët e një shteti antar të Bashkimit Evropian dhe mund të përfitojnë nga zinxhiri i tregtisë me vendet anëtare të Bashkimit Evropian. Transfertat në euro me vendet anëtare të SEPA-s kushtojnë deri 20 herë më lirë se një vit më parë, kur ne nuk kishim ende pjesë e këtij sistemi. Studimet ndërkombëtare tregojnë se Shqipëria mund kursejë deri në 70 milion euro vitin e parë, vetëm nga komisionet më të ulta të përdorimit të skemave SEPA, pa marrë në konsiderat efektet zinxhir në ekonomi. Të dhënat statistikore konfirmojnë ndikimet pozitive të këtyre reformave që ne kemi ndërmarrë. Numri pagesave digjitale për frym në Shqipëri llogaritet aktualisht në 29 pagesa në vit nga 5 pagesa që ishte 10 vite më parë. Pagesat digjitale vijojnë të shënojnë rritje prej rreth 25% nga viti në vit dhe zënë peshën më të madhe në totalin e pagesave të regjistruar në sistemet tona. Numri i kartave në qarkullim ka arritur në 1.5 milion karta në përdorim dhe rrjeti i terminaleve POS zgjerohet çdo muaj me një shtrirje më të madhe gjeografike.
Këto dhëna pasqyrojnë tendenca strukturore të konsoliduara dhe konfirmojnë rritjen e besimit publikut ndaj instrumenteve elektronike të pagesave. Megjithatë, një vlerësim objektiv i situatës kërkon pranimin e disa sfidave ekzistuese. Pagesat me para fizike vazhdojnë të mbizotrojnë në segmentin e bizneseve të vogla, në ekonominë informale dhe në zonat me infrastrukturë bankare të kufizuar. Këto boshllëqe kërkojnë adresim të koordinuar. Për sa i përket perspektivave afatmesme, dëshiroj të prezantoj angazhimet institucionale konkrete të Bankës së Shqipërisë. Prioriteti kryesor i infrastrukturës për periudhën e vijim është implementimi i platformës kombëtare të pagesave të menjëhershme, e ndërtuar mbi modelin TIPS të Eurozonës. Kjo platformë do të garantojë procesimin e transaksioneve në kohë reale me disponueshmëri 24 orë në ditë, 7 ditë të javë për 365 ditët e vitit, duke eliminuar kufizimet operacionale të sistemeve aktuale të pagesave. Njëherëzi ne po hartojmë ndryshimet ligjore dhe rregullatore që do të mundësojnë aksesin e drejt për drejt të institucioneve të pagesave dhe të institucioneve të paras elektronike në sistemet kombëtare të pagesave. Ky është një zhvillim i rëndësishëm, pasi siguron terren të barabartë për ofruesit e shërbimeve të pagesave në tregun financiar. Në fund lejoni theksoj dhe një nga elementët thelbësor të punës tonë, pa të cilin reformat nuk mund të jenë asnjëherë të suksesshme, edukimin financiar. Infrastruktura teknike, sado e avancuar, nuk mund të prodhojë ndikimin e synuar nëse qytetarët nuk disponojnë njohuritë dhe besimin e nevojshëm për të përfituar prej saj. Banka e Shqipërisë ka nisur programet e edukimit financiar në bashkëpunim me Ministrinë e Arsimit dhe me organizatat shoqërisë civile, me fokus të veçantë grupet e të rinjve. Ky angazhim do vijojë të thellohet dhe të strukturohet edhe më shumë gjatë periudhës në vijim. Të nderuar pjesëmarrës, kalimi drejt një ekonomie me pagesa elektronike si standard nuk mund të identifikohet me misionin e një institucioni të vetëm, pasi modernizimi i sistemit pagesave është produkti një ekosistemi institucional të plotë. Banka e Shqipërisë natyrisht ofron kuadrin rregullator, infrastrukturën e nevojshme dhe mbikëqyrjen e sistemit, por suksesi i këtij transformimi varet nga angazhimi i plotë i sistemit bankar, i industrisë financiare dhe mbi të gjitha i vetë qytetarëve. Forume si ky, që unifikojnë rregullator, institucione financiare dhe ekspertë të sektorit, luajnë një rol të rëndësishëm në ndërtimin e konsensusit dhe konsolidimin e drejtimit strategjik. Banka e Shqipërisë garantoj që do të mbetet e angazhuar për të kontribuar aktivisht në këtë dialog. Ju falenderoj dhe vlerësoj shumë aktivitetin e Akademisë Shkencave lidhur me këtë temë. Ju falenderoj.